Po në qoftë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarve se Edi Rama i dërgoi ata në Aruba. Dhe kush janë ata? Cilët janë ata? Dhe se qeveritarë në Aruba kanë shkuar, kjo është 100% e sigurt. Janë të gjitha burimet. Shumë mirë që vepron ndaj biznismenve apo trafikantëve, çfarë ishin ata që ishin takim. Po koka e meduzës takimit është Edi Rama dhe lejtnantë e tij që shkuan në Aruba. Ai ishte Angela Gaci, ai ishte vetë Rama, ai ishte Olsi Rama. Se thot aty dikur Rama i gjatë. Ata Ramat që janë ata të dy Ramat atë të shkurtër, më thonë, nuk i jo. Kush Rama? Janë një dy me mbiemër Rama. Urdhë? Ata një për të mirë. Bravo, mua më thonë se ata janë të shkurtër të dy. Dhe mbetet që Rama i gjatë më thonë tjetë ose Edi ose Olsi. Po nuk mund të them se as Edi as Olsi. Ate që mund të them me siguri me 100% që qeveritarë kanë shkuar nga Tirana në Aruba. Dhe se ky është problemi më i madh i qytetarëve shqiptarë. Po këta janë një lloj me qeveritarë. Nuk thonë emra. Fshehin emra. A nuk është kjo një krim i vërtet? A nuk është kjo një fyrje, një përshmim për çdo qytetar të këtij vendi që nuk mund të di se cili është qeveritari trafikant që shkon dhe bën marrëveshje me paratë e krimit? Turpi i mbuloft.